Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri takoi në zyrën e tij ambasadorin e OSBE-s në Shqipëri, Bernd Borchardt, disa ditë pas deklaratës së ambasadorit se në Shqipëri qarkullojnë 2 miliardë euro të ardhura nga kanabisi. Vetë ambasadori Borchardt sqaroi se deklarata e tij është keq kuptuar nga opinioni publik. Sipas tij, në vitin 2013, vlera e drogës së prodhuar në Shqipëri kapte vlerën e 2 miliardë eurove, pavarësisht se gjatë këtyre viteve policia ka punuar për azgjësimin e miliona bimëve, sërish kapen sasi në detin Adriatik dhe në kufirin me Greqinë, çka tregon se puna për azgjësimin e kanabisit duhet të vazhdojë. Borchardt sqaroi se gjatë takimit me ministrin e Brendshëm, theksi u vu tek reforma në drejtësi në mënyrë të veçantë për të ndaluar paratë e pista të futen në sistemin elektoral. Vitin e kaluar kemi parë shkatërimin e afërsisht 2.5 milion bimëve kanabis. Ne në fakt e përgëzojmë policinë e shtetit. Gjithsesi kapjet e vazhdueshme të sasive të kanabisit në detin Adriatik apo në kufirin me Greqinë flasin se përpjekjet duhet të vazhdojnë. Diskutuam edhe për nevojën për të çuar përpara reformën zgjedhore dhe për të parë mundësitë e bashkëpunimit se si mund t'i mbajmë larg zgjedhjeve këtë sasi parash. Ndërsa ministri Tahiri siguroi se betejë me kanabisin është e vazhdueshme dhe se ky vit do të jetë deciziv për t'i dhënë fund këtij fenomeni. Dua t'i kujtoj publikut se para vitit 2013 as nuk flitej për luftën kundër kanabisit. Lufta kundër kanabisit ka nisur pas vitit 2013. Kjo për shkak të vendosmërisë tonë për të bërë në Shqipëri atë që nuk ka bërë kërkush më parë. Lëreni policinë punoj dhe keni për të parë që do ketë rezultate spektakolare. Ne do ta mbyllim kapitullin e Shqipërisë me kanabis një herë e mirë dhe ky vit është vit deciziv. Ata që sot pengojnë reformën drejtësi janë të njëjtët që lanë Shqipërinë të zhytur me kanabis. Mes të tjerash, ministri ripërsëriti edhe nevojën e reformës në drejtësi, duke thënë se ajo po pengohet nga ata që e zhytën Shqipërinë në kanabis.